Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump ka propozuar vendosjen e tarifave të reja tregtare ndaj importeve nga 60 ekonomi në mbar botën, duke hapur një front të ri në politikën e saj të ashpër tregtare. Sipas zyrës së përfaqësuesit të tregtisë së SBA-s, vendet e përfshira nuk kanë ndërmarrë masat e mjaftueshme për të kufizuar tregtinë e mallrave të prodhuara me punë të detyruar, një praktikë që Washingtoni e konsideron të padrejtë dhe të dëmshme për konkurrencën amerikane. Propozimi parashikon tarifa shtesë për 10% për importe nga ekonomi të mëdha si Bashkimi Evropian, Tajvani, Britania e Madhe, Kanadaja dhe Meksika. Ndërkohë, për 45 vendet e tjera të hetuara, tarifat mund të arrijnë deri në 12.5%. Përfaqësuesi amerikan për tregtinë, Jameson Greer, deklaroi se mosveprimi ndaj mallrave të prodhuara me punë të detyruar krijon një avantazh të padrejtë për prodhuesit e huaj dhe dëmton punëtorët amerikanë. Nisma vjen në një kohë kur administrata Trump po përpiqet të rindërtojë politikën e saj tarifore, pasi disa masa të mëparshme u përballen me sfida ligjore në gjykatat amerikane. Megjithatë, reagimet ndërkombëtare kanë qenë të menjëhershme. Bashkimi Evropian e ka cilësuar vendimin si të pajustifikuar dhe ka hedhur poshtë pretendimet se nuk po lufton tregtinë e lidhur me punën e detyruar. Edhe Kina ka kundërshtuar masën, duke deklaruar se është kundër çdo forme tarifash të njëanshme dhe duke mohuar akuzat për përdorimin e punës së detyruar me zinxhirët e saj të prodhimit. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se do të pranojnë komente publike mbi propozimin deri më 6 korrik, ndërsa përjashtime nga tarifat do të kenë disa produkte strategjike si energjia, mineralet e rralla, ilaçet, pjesët e avionëve dhe disa produkte ushqimore. Ekspertët paralajmërojnë se nëse masat hyjnë në fuqi, ato mund të rrisin tensionet tregtare globale dhe të ndikojnë në marrëdhëniet ekonomike mes SBA-s dhe partnerëve të saj kryesor.